mundur të vina në sheshin e Prishtinës edhe të vina të dëgjojmë këto vargje nga ky zon me Kalolik. Smoj me hec, smoj. Po më lëtën zemra. Jo po më thonë. Jo që vuni, mos vuni ma, se na i vëraj shpirtin. Na i mitë zemrat me këto vargje. Menova që ka me pas një shka maritmike. Jena drejt për drejt, po shka për na pa maritmike një shka se. O, vëllah, ju knashëm të kajt. O, maritmike një shka se, qër miliot shka mi bone këtë ljot. Do kërcesha mo, no? Hajde. Shkojna diçka me zjarë dhe diçka ma bombastike, diçka ritmike, edhe ta kalmi atmosferën. Halla, halla! Ha, 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 ha! Trokitjet madhe e ju të dashurmi që na përshpite juaja, një dua trokitjet madhe sepse vërtet na ka kënaq. Përshëndetje. Nuk është hera parë na që intervistohemi bashk, po në sa herë të vinë shesh, na kënaq me këto vargje këtu me muzika, se vërtet na qetëson shpirtin. Vërtet, edhe ti, sa herë që kalon këtu, sa herë që vjen ti, i jep zjarri, themi ne, shqiptarët, sheshit. Kjo është një knajsi. Hajde, bojna edhe një për fund edhe një me këngë që e di. Kështu që bojna një edhe unë e kënoj edhe ti bjen kësaj edhe bojna ta mani atmosferë shumë të madhe. Do të moshti? Po, hajde. A jeni dakord të dashurit e mi me pas shumë atmosferë përmes ekranit shpit juaja, sepse vërtet ne ju ofrojmë gjanat shumë interesante, sepse gjanat e bukra i sjellin vetëm na. Po kush jemi na? Jem Kosova Info. Hajde startona me diçka ritmike, sonte ta kalmi qytetin e Prishtinës, sepse vërtet kena natë feste sot. Hajde. Mos e di këta. Okej, hajde. Qyshon. Hajde, qyshon kjo. Hajde. Zojna, hajde, do me kësy. Hajde.
Dashërit miq, mos ta ndroni sepse me gjona të bukura, me gjona interesante vina përmes ekranit shtëpitë juaja dhe bëhemi miq përjetshëm deri te personaliteti tjetër. Atmosferën mos e ndani jo sepse ne ju ofrojmë as shumë gjona të mira. Hajde me neve. Vazhdo.